Ka vjuar gjatorëve të vona të natës numërimi tek Parku Olimpik i Tiranës për votat e diasporës së Greqisë. Sipas tabelave zyrtare të KQZ, janë numëruar dhe referuar 192.155 zarfe me votat e emigrantëve për zgjedhjet e 11 majit nga 195.141 që ka qenë numri total. Deri tani Partia Socialiste ka fituar 114.126 vota ose 60.06% dhe Partia Demokratike 46.009 vota ose 24.21%. Diferenca e votave mes dy partive të mëdha ka kaluar mbi 68.000 vota në favor të PS-s në shkallë vendi, duke llogaritur diasporë dhe qarqe. PS gjithashtu ka një diferencë shumë të thellë me mbi 312.000 vota nga demokratët. Aktualisht socialistët kanë një total me mbi 840.000 vota, kurse demokratët 528.000 vota. Nisma Shqipëria Bëhet ka siguruar 14.353 vota nga diaspora ose 7.55%, 5.864 vota mundësia ose 3.09%, 2.25% Lëvizja Bashk dhe 1.19% Partia Social-Demokrate. Të tjerat janë nën pragun e 1%-shit. Deri tani PS ka siguruar 83 mandate, pasi arriti ta ruante mandatin e 12 të fjerit pas numërimit të zarfeve të emigrantëve të Greqisë për këtë qark për partitë, teksa Nisma Shqipëria Bashk tentonte që t'ia hiqte. PD ka mbetur në kuotën e 50 mandateve, pasi ruajti mandatin e 4 të Lezhës, dje me deputetin Kastriot Piroli, PSD me 2 mandate, Mundësia po 2 mandate dhe nga 1 mandat Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk. Aktualisht vjen numërimi edhe për votat preferenciale. U gara më e fortë mbetet ajo e Tiranës brenda PS-s. Deputeti Aulta Xhaçka ka arritur t'i rrëmbej mandatin koleges së saj brenda partisë, Blerina Gjylameti me vetëm 2 vota diferencë, teksa u numëruan gati 43.000 vota të diasporës së Greqisë. Gjylameti ndodhej vetëm 19 vota para Xhaçkës në numërimin e qarkut dhe të diasporës së shteteve të tjera, teksa ajo e Greqisë dha verdiktin final, duke ja kaluar mandatin Xhaçkës. Nga numërimi rezultoi se Xhaçka mori 74 vota tek zarfet e Greqisë dhe Gjylameti 53. Deputetja tjetër nga kuota gjinore që hyri prej listës së hapur të PS-s ishte ministri Anila Denaj. Për një vend luftohet aktualisht mes deputetëve Ornaldo Rakipi dhe Xhemal Çefalia. Rakipi ka krijuar një shkëputje me të paktën 200 vota. Në PD gara konsiderohet e mbyllur, pasi Jorida Tabaku ndodhet gati 3.000 vota para Ilir Ali Mehmetit dhe vota e diasporës nuk pritet të ndryshojë gjë për mandatin e vetëm të listës së hapur në Tiranë. Garë për preferencialet ka edhe në Lezhë, vetëm brenda kandidatëve të PD-s dhe PS-s për t'i zënë vendin njëri tjetrit në një mandat, vetëm brenda partisë dhe jo mes tyre. Tek PD Kastriot Piroli duket shumë i shkëputur nga djegësit Aleksander Lala tek lista e hapur dhe në PS lufta më e fortë bëhet mes Admir Kadelit dhe Marieta Nelit, me këtë të dytën që ndodhet qindra vota para kolegut të partisë. Gara mes partive për të rrëmbyer mandat përfundoi dje më 17 maj. PD e ruajti mandatin e 4 vetëm për disa dhjetra vota. Në Kukës gara brenda PD-s për mandatin e listës së hapur përfundoi me përmbysje në favor të deputetit Isuf Çela, që te i kaloi shkëlqim sheun, ndërsa Besa Spao në Korçë përpiqet ta ruajë mandatin nga socialistja tjetër Eslem Vera Zake.